Në Universitetin e Evropës Juglindore u mbajt konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare me temën Familja dhe shoqëria në tranzicion, sfidat, vlera dhe dinamikat e reja në epokën bashkohore, e organizuar nga Asociacioni për Afirmimin e Gruas në bashkëpunim me Klinikën Juridike Emine Zendeli pranë Universitetit e Evropës Juglindore. Konferenca mblodhi profesor, studiues, student dhe pjesëmarrës nga fusha të ndryshme, të cilët diskutuan mbi sfidat sociale, rolin e familjes dhe ndryshimet që po sjell koha moderne në shoqëri. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot në emër të Asociacionit për Afirmimin e Gruas, që drejtohem me rastin e ditës ndërkombëtare të familjes me temën Familja dhe shoqëria në tranzicion, sfidat, vlerat dhe dinamikat e reja në epokën e bashkohore. Dita ndërkombëtare e familjes nuk është vetëm një datë simbolike në kalendar, por një moment reflektimi mbi rolin e pazëvendësueshëm që familja ka në ndërtimin e një shoqërie të shëndetshme, më të drejtë dhe humane. Familja mbetet institucioni i parë ku formësohen vlerat njerëzore, solidariteti, përgjegjësia dhe respekti për tjetrin. Megjithatë, në kohën moderne, familja po përballet me transformime të shumta, si ato sociale, ekonomike, psikologjike e kulturore. Në këtë realitet të ri të nderuar, gratë vazhdojnë të mbajnë një barë të madhe përgjegjësie, si në familje, ashtu edhe në jetën profesionale dhe shoqërore. Për këtë arsye, afirmimi dhe fuqizimi i gruas nuk është vetëm një çështje e barazisë gjinore, për një domosdoshmëri për stabilitetin dhe zhvillimin e familjes dhe të vetë shoqërisë. Shoqëria jonë ka nevojë për politika më të ndjeshme sociale, për mbështetje më të madhe ndaj familjeve, për mbrojtje më të fuqishme ndaj grave dhe fëmijëve, si dhe për krijimin e kushteve që familja të mbetet një hapësirë sigurie, edukimi dhe mirëkuptimi. Si shoqat, shtylla kryesore së cilës është familja, besojmë fuqishëm se investimi në familje, në edukim dhe në fuqizimin e gruas është investimi më i vlefshëm për të ardhmen e shoqërisë sonë. Familja mund të ketë ndryshuar shumë gjatë krejt historisë së njerëzimit. Dhe normalisht që ka evoluar roli i saj, ka evoluar roli i pjesëtarëve të familjes dhe normalisht ndonjëherë për të mirë, ndonjëherë për të keq janë krijuar situata të reja, por mendoj se esenca e familjes gjithmonë ka mbetur, krijimi dhe kultivimi i vlerave esenciale prej të cilave do ta kisha veçuar në mënyrë të veçantë empatinë. Sot është veçanërisht e rëndësishme për të folur për vlerat esenciale si që është empatia. Duke parë, domethënë, situatat në të cilat ndodhen shumë të ri sot, por edhe shumë njerëz të cilët duhet ta kenë familjen vendin më të sigurt, aty përballen me dhunë, aty përballen me ambiente të pasigurta dhe aty përballen për fat të keq edhe me aktet më të rënda si që është femicidi, si që është vrasja e grave dhe keqtrajtimi i grave në përgjithësi. Domethënë është shumë me rëndësi që të flitet për këto vlera dhe të ri promovohen edhe një herë. Përveç asaj do të kisha dashur të përmend edhe një moment shumë trishtues, për shkak se nuk kalon ditë që të mos shohim dhunë mes të rive në shkolla, dhunë mes moshatarëve, të cilët janë duke u bërë gjithnjë e më të dhunshëm njëri me tjetrin dhe gjithnjë e më të vrashtë dhe arrogant njëri me tjetrin. Tani unë vi nga sfera e të drejtës penale dhe ne aty e studiojmë rolin e familjes ndonjëherë si faktor kriminogjen, sepse aty lindën gjithçka. Por faktorë të tjerë kriminogjen janë po ashtu edhe shkolla, shoqëria e kështu me radhë. Por megjithatë mendoj se si pjesëtar të familjeve dhe si përfaqësues të njerëzimit në përgjithësi, ne kemi përgjegjësi. Të gjithë ne kemi përgjegjësi që të mundohemi këto vlera ti zhvillojmë në familjet tona. Ne njerëz secili individualisht kemi një përgjegjësi të tillë. Më pas, ne kemi një përgjegjësi të tillë edhe si institucione. Si institucione të arsimit, ne në arsim të lartë ndoshta më tepër koncentrohemi te arsimi, por megjithatë arsimi nuk është vetëm dituri, nuk është vetëm provime, arsimi është edhe themelimi këtyre vlerave i solidaritetit, i empatisë, i tolerancës dhe i krijimit të brezave të ri, të cilat do t'i përçojnë këto vlera më tej. Dhe mbi të gjitha, këtu kemi edhe përfaqësues të institucioneve shtetërore, kjo është punë e përbashkët, siç e thash, që shkon nga familja, kalon nëpër institucionet arsimore, por megjithatë, dhe ashtu si tha edhe Aisha më herët, kemi nevojë edhe për politika të cilat këto vlera do t'i shndrojnë në politika të cilat prej të cilave do të përfitojnë anëtarët e familjes dhe veçanërisht familjet në nevojë.
Një shoqëri mund të ndryshojë mënyrën si ndërton qytetet, ekonominë apo teknologjinë, por e gjithmonë do të matet nga mënyra se si e ruan familjen dhe vlerat njerëzore. Tema që na ka mbledhur sot është një nga temat më të rëndësishme dhe më të ndjeshme të kohës sonë. Familja dhe shoqëria po kalojnë një tranzicion të thellë ku ndryshimet sociale, kulturore dhe teknologjike po ndikojnë drejt për drejt në mënyrën se si jetojmë, komunikojmë dhe ndërtojmë marrëdhëniet tona. Me epokën e urbanizmit dhe individualizmit, njeriu modern ka më shumë mundësi, më shumë liri dhe më shumë qasje në informacion se kur më parë. Por paralelisht me këtë zhvillim po përballemi dhe me sfida të reja, me izolimin social, me dobësimin e lidhjeve tradicionale dhe me mungesën e kohës për raportet njerëzore që dikur ishin themeli i jetës sonë shoqërore. Sot jetojmë në një botë ku gjithçka lëviz shpejt. Teknologjia na lidh virtualisht, por shpesh na largon emocionalisht. Qytetet po bëhen më dha, por njerëzit më të vetmuar. Dhe pikërisht në këtë realitet, familja mbetet hapësira më e rëndësishme e sigurisë, e identitetit dhe stabilitetit njerëzor. Prandaj, diskutimi mbi të ardhmen e familjes nuk është vetëm debat akademik apo social, është debat për të ardhmen e vetë shoqërisë tonë. Familja është vendi ku formohen vlerat e para, ku mësohet solidariteti, respekti dhe përgjegjësia ndaj tjetrit. Dhe nëse këto vlera dobësohen, atëherë dobësohet dhe vetë kohezioni i shoqërisë. Pikërisht për këtë arsye janë të rëndësishme konferenca si kjo, të cilat krijojnë hapësirë për reflektim serioz dhe përballje idesh mbi sfidat që po sjell koha moderne. Sot kemi nevojë më shumë se kurrë për dialog ndërmjet akademisë, institucioneve dhe shoqërisë civile, në mënyrë që të kuptojmë si mund të ruajmë ekuilibrin mes zhvillimit modern dhe dimensionit njerëzor të jetës. Po aq të rëndësishme janë edhe lëvizjet dhe iniciativat që promovojnë familjen, drejtësinë dhe solidaritetin shoqëror, sepse një shoqëri e shëndosh nuk ndërtohet vetëm mbi zhvillimin ekonomik apo teknologjik, por mbi cilësinë e marrëdhënieve njerëzore dhe mbi ndjenjen e përkatësisë që qytetarët kanë ndaj njëri tjetrit. Më lejoni në fund të shpreh vlerësimin tim për organizatorët e kësaj konference për trajtimin e një teme kaq aktuale dhe të rëndësishme, si dhe për krijimin e një platforme ku dijet, përvojat dhe perspektivat e ndryshme bashkohen në funksion të një debati të domosdoshëm për shoqërinë tonë. Ju uroj diskutime të frytshme dhe një konferencë të suksesshme. Ju faleminderit. Në një botë që po ndryshon me ritme të paprecedent, ku zhvillimi teknologjik, sfidat ekonomike dhe lëvizjet demografike po e transformojnë jetën tonë të përditshme, familja mbetet speranca jonë më e fortë. Ajo është hapësira ku gjejmë siguri, dashuri dhe përkatësi. Me të vërtet, populli ynë thot me mençuri se dielli në shtëpi ngroh më shumë se kudo tjetër. Po ne jemi të vetëdijshëm se ky tranzicion i gjatë ka sjellë re të zeza mbi shumë prej këtyre shtëpive. Sot familjet tona përballen me pasiguri ekonomike dhe me një val migrimi që sfidon thellësisht lindin ton shoqëror. Të dhënat janë një kamban alarmi për të gjithë ne. Nga viti 2011 deri në vitin 2023, popullsia e fëmijëve në vendin ton ka rënë me 18%, duke arritur në rreth 368.000 fëmijë. Rreth 33% e fëmijëve mbi 120 jetë të reja jetojnë nën kufirin e varfërisë, ndërsa gati 40% janë në rrezik nga varfëria apo përjashtimi social. Këto nuk janë thjesht statistika. Këto janë familje reale, janë prindër që përpiqen të sigurojnë fëmijëve një të nesërme më të mirë, duke u përballur me kufizime të rënda. Përballë këtij realiteti, Ministria e Politikës Sociale, Demografisë dhe Rinisë e ka të qartë fotografinë e madhe. Shteti nuk mund të jetë thjesht një vëzhgues. Ne po ndërtojmë struktura mbështetëse thelbësore për të qëndruar pranë çdo familje, duke i grupuar politikat tona në një sistem të vetëm mbrojtës, i cili në qendër ka fëmijët, sepse ata janë gëzimi dhe vetë zemra e familjeve tona. Kjo arkitekturë mbështetëse ngrihet mbi 4 shtylla strategjike. Së pari, shtesa universale për fëmijë. Kjo është një përpjekje strategjike dhe një drejtim i rëndësishëm i politikave tona, që synon të ofrojmë mbështetje
më të drejtë për çdo familje, pavarësisht statusit ekonomik. Ajo është menduar si instrument për të zbutur kufizimet e mospasjes dhe për të ardhur në ndihmë familjeve që duan të japin më shumë për fëmijët e tyre, por shpesh po përballen me pengesat rënda nga rrethanat ekonomike dhe sociale. Përmes kësaj qasje, synojmë të luftojmë privimin në mënyrë që vëmendja e prindërve të mos mbetet te mbijetesa e së nesërmës, por të rritja me dashuri dhe mirëqenie e fëmijëve të tyre. Së dyti, garancioni europian i fëmijëve. E nisur në vitin 2024, kjo nismë vjen si vazhdimsi logjike për të siguruar që asnjë fëmijë i cënueshëm të mos mbetet pas. Ajo garanton çdo fëmijë në nevojë qasje të panegociueshme në shëndetësi falas, arsim cilësor, ushqim të duhur dhe strehim dinjitos. Së treti, edukimi parashkollor. Ne po e zgjerojmë këtë strukturë mbështetëse aty ku nis e ardhmja. Vetëm gjatë vitit 2024 regjistruam 37.871 fëmijë në 118 institucione parashkollore. Çdo fëmijë në qerdhe apo kopsht është një fëmijë që zhvillohet dhe një familje që ka lirinë dhe sigurinë për të punuar e ndërtuar jetën e saj. Dhe së katërti, ndërhyrja e hershme në fëmijëri. Ne po krijojmë një trup ndërministror dhe ndërsektorial në mënyrë që kur një familje përballet me vështirësi, vonesa në zhvillim apo fëmijë me nevoja të veçanta, ata të mos ndihen kurrë të vetmuar. Ata do të gjejnë ndihmë të shpejtë, specializuar dhe të koordinuar. Të gjithë këto nuk janë nisma të ndara, por janë duart e shtetit që mbështesin familjen. Por çfarë ndodh kur një person me nevoja të veçanta apo një fëmijë me nevoja ndryshe nuk e ka një familje? Çfarë ndodh me më të cënueshmit? Besimi im i thellë dhe politika e kësaj ministrie është se kur familja natyrale mungon, shteti duhet të bëhet familje. Jam krenar të them se Maqedonia e Veriut sot udhëheq në rajon me procesin e deinstitucionalizimit. Ne i kemi nxjerrë fëmijët dhe personat me aftësitë kufizuara nga institucionet masive dhe të ftofta, duke i sistemuar në banesa në komunitet dhe në familje kujdestare, aty ku ka ngrohtësi, afërsi dhe dinjitet njerëzor. Të nderuar të pranishëm, nuk mund të flasim për familje të forta në tranzicion pa folur për fuqizimin dhe mbrojtjen e gruas, shtyllës që mban në këmbë shpresën e shoqërisë. Përmes strategjisë kombëtare të zhvillimit, barazia gjinore është kthyer në prioritet. Kemi arritur 39.2% përfaqësim të gruas në kuvend, por jemi të vetëdijshëm se betejë vazhdon për më shumë fuqi vendimmarrëse në nivel qendror, në nivel lokal dhe aty ku ndahen buxhetet. Sot jemi mbledh këtu për të diskutuar për një çështje dhe për thelbin se çdo herë, domethënë kur i fillojmë fjalime dhe kur i fillojmë edhe eset tona dhe punimet tona, ne themi pjesa më e rëndësishme e çdo shoqërie është familja dhe aty fillon çdo gjë, aty edhe mbaron çdo gjë. Domethënë jeta fillon në familje dhe jeta mbaron në familje. Mirpo, familja sot nuk është vetëm një institucion tradicional. Ajo është një etnitet e cila i mbeshet çdo ndryshimi që ka pësuar si shkenca, si teknologjia, kështu që edhe pse ndryshimet në familje janë pak më të ngurta, edhe harmonizimet dhe ndryshimet që përmendi edhe Kaltrina janë pak më të ngadalshme, pikërisht për shkak se te vlerat dhe te ndryshimet familjare një impakt shumë të rëndësishëm ka morali i shoqërisë, tradita, kultura e një shoqërie. Dhe neve si shoqëri nuk mundemi të akceptojmë disa ndryshime të cilat po na imponohen nga legjislacione të ndryshme, mirë po nuk mund të shmangemi shumicës prej tyre. Edhe familja është një pjesë e dinamikave sociale, por edhe dinamikave juridike të cilat po ndodhin ditëve në vazhdim dhe gjatë këtij tranzicionit, jo vetëm shoqëror, jo vetëm politik, por edhe tranzicionit familjar.
Kështu që agenda e sotme, temat të cilat sot do të prezentohen para jush, reflektojnë pikërisht këtë kompleksitetin e ndryshimeve shoqërore, por edhe ndryshimeve familjare. Së pari, nevojën për drejtësi dhe mirëqenie ligjore dhe mbrojtje ligjore të çdo antari të familjes, por në veçanti të fëmijës, për shkak se ligji aktual i familjes, parimin e mbrojtjes së interesit më të lartë të fëmijës nuk e ka si parim kryesor, për shkak se është një ligj shumë i vjetër, i vitit 1992, dhe mbrojtja e juridike, familjare, institucionale është orientuar më tepër ka e drejta martesore, dhe jo ka fëmijët të cilët tani janë bërë subjekt aktiv i familjes dhe i shoqërisë, kështu që në këtë drejtim duhet të punojmë bashkarisht shumë që këtë parim mos e shohim vetëm në aspektin plastik, vetëm në aspektin e ngurtë, po ta jetësojmë në legjislacionet tona, veçanërisht në ligjin për familje. Së dyti, do të kemi tema në aspektin juridiko, në aspektin psikologjik, për shkak se shëndeti mendor është shumë i rëndësishëm për mirëqenien dhe për tejkalimin e shumë krizave familjare të cilat na paraqiten. Së dyti, domosdoshmërinë e modernizimit të shërbimeve tona sociale, ato që i raditi edhe sekretari shtetëror, e të cilat janë pjesë e funksionimit dhe pjesë shumë e rëndësishme e funksionimit të Ministrisë për Politika Sociale, Rini dhe Demografi, për shkak se shërbimet të cilat ne i ofrojmë tani për antarët tonë të familjes dhe për fëmijët janë shumë tradicionale dhe janë shumë burokratike. Mirë po ka disa procese familjare të cilët nuk durojnë një burokracion të tillë. Gjithashtu, dua të ndaj me ju një angazhim shumë të rëndësishëm të cilën e ka iniciuar Asociacioni për afirmimin e gruas, është një përmbledhje, një hulumtim sa i përket institutit të shkurorzimit, ku kanë arritur të mbledhin ekspert të fushave të ndryshme, është një punë multidisciplinare, sepse shkurorzimi dhe hulumtimi rreth këtij institutit dhe këtij procesi tani më që në qoftë se i shohim statistikat, çdo vit kemi rritje të vazhdueshme të shkurorzimit në shoqërinë tonë, edhe pse vazhdojmë të jemi një familje e cila i kultivon vlerat tradicionale dhe vlerat morale, megjithatë nuk mundemi apo t'i shmangemi në disa procese, veçanërisht në situatat ku ka krizat të tilla familjare. Siç e tha dhe profesoresha Arta Mero, unë jam pjesë e një hulumtimi i cili zhvillohet në gjithë territorin e Republikës Maqedonisë dhe jam e përfshirë në pjesën psikologjike të kësaj teme. Të them, edhe nga teoria dhe nga praktika jam duke e pa, nga përvoja personale të cilën e ushtroj si psikoterapiste në qendrën Aurum, gati se siç thash, nga praktika dhe nga teoria mund të sjell përvojën time për të folur mbi këtë temë e cila besoj se është e ndjeshme, por edhe qëllimi më i madh është që të sensibilizojmë shoqërinë të rinj dhe komunitetin në përgjithësi, që të diskutohet kjo temë dhe të trajtohen këto raste dhe jo të heshten. Që të flasim për shkurorzimin, fillimisht do të flasim për martesën, që dy persona të shkurorzohen, fillimisht që duhet që të martohen ato. Martesa është llogaritet, konsiderohet si një ndër lidhjet më të rëndësishme njerëzore dhe shoqërore. Si lind martesa? Martesa lind nga një afërsi emocionale, dashuri, respekt, siguri, mbështetje, nevoja për ndërmjetësim, për shkëmbim, nevoja për kontakt me një tjetër. Në këtë mënyrë lindin martesat. Pasi lind martesa, lind edhe familja. Sepse pas martesës lindin fëmijët dhe krijohen familje. Dhe familja është baza e zhvillimit social dhe emocional të çdo individi. Konferenca u përmbyll me mesazhe për më shumë bashkëpunim akademik dhe angazhim shoqëror në trajtimin e sfidave bashkëkohore. Në fund të aktivitetit, për të pranishmit u ndan edhe dhurata simbolike dhe mirënjohje, si shenjë falënderimi për kontributin dhe pjesëmarrjen në këtë konferencë ndërkombëtare.